miq të Prizmës. Sot ishte një lajm I madh. E dha dhe Berisha. Edhe si e dha? E dha duke dalë në mënyrë alla filma amerikan, të Hollywoodit, të podiumi dhe duke thënë: u ktheva, I'm return. U kry, baco kry, një bashkim të folklorizmit shqiptar me filmografin amerikane. E kishte fjalën për non gratën. Sipas Berishës, sigurisht e ngarkuara me punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në ambasadën e saj në Tiranë, e ka marrë në telefon e ka thënë që do shkosh në Amerikë ose të kemi hequr non gratën. E nuk I shpjegoj, por tha që ka biseduar ajo me mua. E vërtetë nuk del kur, sepse Berishës tash nuk I besohet më asnjë fjalë. Megjithatë hyra, kontrollova të gjitha se çfarë mund të ketë edituar State Departamenti, asgjë s'kishin po ashtu qëndrojnë. Është I dënuar si Berisha dhe familja e tij, Liri Berisha, Argita Berisha dhe Shkelzen Berisha, pikërisht me sanksionet që ne I themi non grata, po që sigurisht ato janë sanksione të Shtetit Bashkuar të Amerikës për familjen Berisha. Për familjen Berisha, jo për Sali Berishën, për familjen Berisha. Por sigurisht që konsiderohet familje e cila ka korrupsion të lartë dhe rrezik të madh për demokracinë. Asgjë nuk kishte ndryshuar, po ato ishin, jo vetëm ajo e arkivit që prezanton vendimin 2021-shit, por edhe e sotmja. Ai status është edhe nuk është larguar. Gjithsesi, duhet pritur se si çfarë ka ndodhur. Do të shkoj atje sepse I kanë dhënë një leje për të shkuar, për të vizituar, për të shërbime shëndetësore. Nuk e di çka ndodhur, sigurisht krenaria e madhe, gëzimi I madh I Sali Berishës, po ju shpjegonte që s'kam qenë kurrë non grata, por në një farë momenti e kam besuar edhe unë, dhe nuk e kam kundërshtuar, por asnjëherë s'kam qenë non grata. Fillon të tilla, sigurisht ato masti duhet rokitnin gjithë ora, fillojnë të bëjnë pastaj edhe të tallen me protestën, se ata protestën e kanë bërë veten për të tallur, që thonë Rama jep dorëheqjen, ja para dorëheqjen. Këta kanë që në 2013 që kërkojnë dorëheqjen e Rama është po aty, po tash futet edhe protesta. Nëse, si përfundim, Berisha thotë që më kanë hequr non gratën, unë tash jam I rregulluar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me administratën Trump, të gjitha këto në rregull. Për një moment po them që e besoj. Që nuk e besoj Berishën për çfarë do që nxjerr nga ajo gojë e cila sigurisht nxjerr flisira ore minutë në çdo moment, që kur është marrë me politike deri në ditën e sotme. Berisha I tillë ka për të mbetur, por ta zem se ja kanë hequr non gratën amerikanët. Non gratën Sali Berisha e ka nga populli shqiptar. Sali Berisha non gratën e ka për krimet që ka bërë, jo për çfarë thonë amerikanët. Po përsëris një prizmë ustimit të 2021-shit. Atëherë kur e shpallën non grata. Mu nuk më plas fare se e ka non grata apo nuk e ka non grata Sali Berishën amerikanët. Sali Berisha është non grata I popullit shqiptar, dhe këtu as që më bëhet vonë nëse e kanë apo nuk e ka populli amerikan dhe shteti amerikan non grata Sali Berishën. Kjo është për politikën e tij dhe për politikën e socialistave dhe për politikën politik. Për ne që njohim Sali Berishën dhe që dim bëmat e tija, për kriminalin Sali Berisha, për njeriun anti-shqiptar Sali Berisha, për njeriun shkatërrues të shoqërisë, prishjes kohezionit shoqëror, shkatërimit demokracisë, grabitjeve, dhunimit të zgjedhjeve, vrasjes njerëzve në bulevard, shkatërimit ekonomisë, prodhuesit të 1997-s, shkatërruesit gërdecit e hedhjes në erë në një fshati komplet, shkatërimit të jetës son, është non grata. Sali Berishën le ta bëj Amerika edhe president I Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ai për ne do të mbetet non grata sepse është një kriminal. Të bëj çfarë të doj sekretari Rubio, le ta kthej edhe burrin më të mirë, ta dekorojnë, Sali Berisha mbetet një non grata I popullit shqiptar. Mbetet një maskara I lindur dhe pastaj për fat të keq edhe kryeminist edhe president
dhe kryetari i opozitës shqiptare. Ai është non grata joni, është non grata i shqiptarëve. Dakor?